vetë është pastarditet, është vjetes, nuk është punë. Qa punë e bëndi? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohë se dilin ose bën punën në një patronazhistit. Qa produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Jemi bashkë me Kladi Bjavo me Sazanin, duke shkuar tek policia. Them tek policia se për momentin ende s'kan ardhur forcat ushtarake të Izraelit, po përdorin njerë mercenarët shqiptar, policinë shqiptare. Ja ku janë njerëzit duke përplasur policinë. Ne ishim sipas njoftimit në 90 tek sheshi Flamurit, që fakt duhet kishim marrë tu, por kështu na i kanë bërë njoftimet. Kjo ndarja kështu me njoftimet saktë sa atje. E ka gjë, po ne erdhëm së fundi këtu ku duhet. Përballemi edhe ne. Shprehim solidaritetin tonë. Ja ku jemi në nartë, bashkë profesor Sazanin. Përshëndetje të gjithëve, do bëj thirrje të bashkohemi si asnjëherë tjetër. Është momenti që shqiptarët të kujtojnë luftën e Vlorës dhe të veprojnë tamam si qetat e luftës Vlorës, ku e mundun edhe ushtarakisht atë shtetin e madh të atërshëm italian, po Tarandori bile në atë kohë, po edhe moralisht e mundur. Prandaj ne duhet të fitojmë të betejë sa morale aq edhe kombëtare. Jemi këtu për të nisur pikërisht këtë histori të re të vitit 2026. Po s'na atë njoftim kishin dhënë Tirana. Kështu na kishin dhënë njoftimin në 10 atje 11:30 këtu. Erdhëm, po ç't ne erdhëm të ftuar. Ja, shefni këto në ky lëmshi që na kanë bërë me njoftime, ca 10, ca 11, ju i pat njoftimet. Po nëse ne jemi këtu fiks në orën e dur, 11:30 akoma s'ka vajtur, siç na e kanë bërë njoftimin. Kanë ardhur plot. Ja ku jemi. Policinë e kemi mjaftueshëm të respektuar në numra. Në fakt nuk mund t'i quajmë policë shqiptar. Këto janë mercenarët e Izraelit që kanë dhënë telat me gjëmba, njësoj si në Gaza. Kjo është për të ndalu me bo Shqipërinë Palestinë, dha, me ndalu Shqipërinë me bo Gaza. Shikoni telat me gjëmba që nuk janë nga ato që vendosen në nivele civile, janë tela me gjëmba që vendosen vetëm në nivele ushtarake, që është ndaluar me ligj. Policia e krimit! 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 Po vim këtu. Edhe njëherë, protestantët janë të lipshëm, policët janë të lipshëm, për gangsterat me kapele, janë të palipshëm, janë të palipshëm. Ato duhet të Se mo cuna për një rokë s'keni të afto. 2 metra cuna, s'keni zorë. Vëllai juaj. Vitën në 8 më mirë për një rokë. Shikoni ata të veshur me të zeza. Këto janë mercenarët e Izraelit në Shqipëri. Shikoni ata me të zeza, shikoni pak. Ata nuk kanë numra, nuk janë oficer policie. Ata janë banda përkatëse të rekrutuar, të trajnuar nga Mossadi mbase. Shikoni pak këto tela. Këto ndalohen me konventa ndërkombëtare, këtu ky lloj teli. Ky lloj teli ndalohet me konventa ndërkombëtare sepse është vrasës. Ky tel vret njerëz, prandaj ndalohet. Shikoni pak të, shikoni pak të surretër këtu. Shikoni këta. Ta të fortët e Shqipërisë ju. Këta mercenarët e Izraelit të Shqipëri. Këta në armishtë e Shqipërisë.
Ta tradhëtarët e Shqipërisë. Ju jeni mercenarët e Izraelit. Ju jeni mercenarët pushtues. Kush jeni ju që vini këtu? Ç'pun keni ju aty? Jeni të fortë ju, Shqipërisë ju. Ju jeni ardhur tradhëtar, jeni mercenar. Keni ardhur për pushtu këtë vend. Shikoni ata me zezat, shikoni pak. Të gjitha janë mercenar. Këta janë mercenarët e pushtuesit. Këta janë mercenarët e pushtuesit. Bravo profesor. Bravo profesor. Bravo profesor. Profesor kujdes profesor. Profesor kujdes, kujdes dorën profesor. Profesor Sazani kujdes dorën. Profesor Sazani kujdes dorën. Profesor Sazani kujdes dorën. Profesor Sazani kujdes dorën. Kujdes dorën. Kush je ti më dha? Kush je ti? Ta dimi se pa. Kush je ti këtu? Ti s'ke numër identifikimi. Do bëjmë shmosne. Të shërojmë Shqipërinë nga tradhtarët, nga armiku që po pushton Shqipërinë. Ju më qa avokati më. Ju shërbeni Izraelit more. Ju jeni mercenarë të armikut more, jeni tradhtarë more. Ju jeni armiqore. Nuk jeni shqiptarë more. Ju shërbeni armikut more. Shikoni pak mercenarët, shikoni pak mercenarët. Të gjitha këtu që shikoni me të veshur me të zeza, ja shërbim të pushtimit Shqipërisë. Këta janë tradhtarët. Këta e shërbejnë Izraelit, jo Shqipërisë. Shikoni pak gjithë. Shqipëria s'ka vujt kur për hamzallare, për tradhtar. Ja ti ki keni ca. Janë gjitha të veshur me të zeza, dhe e zeza ju shkon në fakt. E zeza ju shkon. Profesor kujdes duart se do qash. Profesor kujdes duart, lutem. Profesor kujdes duart. Profesor kujdes duart. Profesor. Shikoni pak, shikoni. 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 Posh kriminalët. Posh kriminalët. Posh kriminalët. Posh kriminalët. Posh kriminalët. Kush jeni ju? 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 Kujdes se e vrat. Kujdes se e vrat. Kujdes. Kujdes se e vrat. Çfarë do bosh ti më? Çfarë shanti? Ti je me fytyrë këtu më, armik i Shqipërisë. Ti shqipën Izraelit. Vini mercenar. Vini mercenar, vini tradhtar. Vini tradhtar. Vini mercenar. Bravo Baki Goca. Ati e nisë me ata, këtu i kemi këtu. Tradhtarët. Kush jeni ju më? Oh, done. Oh! 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 Nuk shaf! Më ndihmoj dhe kush me syt. Me familje! Kush jeni ju? Kriminella! Më ndihmoj dhe kush me syt. Nuk shaf! Ju nuk jeni për tradhtar, po jeni pushtuesi. Ju jeni pushtues. Keni marrë polici me vete. Se ta kishi polici me vete, ju apëni muskuj, via.
Ajeti personi! Ajeti përgjegjës! Po ka me bravo ti! Nuk shof! Ato arrestohet! Duhet arrestohet, sepse nuk mundesh ndosh midis protestës. Nuk mundesh! Ju nuk keni të brejt tona toja! Janë persona juaja! Edhe sikur t'ju juaja, është policia që ju bërën! Jo ju, gangstera! Nëse do ishte tona juaj, do të mbërte policia! Jo ju, po tona nuk është juaja! Prandaj, ju me kapele, edhe kapaqa, të ndojnë e bërte ju! Po dita do ju hitë! Policia sot është kundra nesh, është me ju! Po do ju hitë! Nuk jemi kundër ju. Mosë më djeke. Vjen zorë do çuna të rinë, nuk vjen zorë more. Ato mësime do jemi në shpinën çuna tuaja. Do lesëri tua jemi more. Kur piportas more. Kur me fëllipo. O ju plera që më doqët syt! O kryshte Mosadim që më doqët syt! O plera panubra që fshilja kësit trafrarë! Kujtoni se do verboni! O ju... S'po ja u thema pra. Edhe paradoksi, në paradoksi kësa historie, vjen pak i Goxhaj, i trejnuar për të pasuar syt. E djekur, nga Mosadi vjen dhe me pasuar syt, nga ju o plera. Ata atje, ata të mercenarë, që dojnë i këtyra, që Mos do letë flagur. qatë jetë. Altin duhet të punojmë dhe qik me syt. Po pra, po do me syt. Nuk mjafton aq. Oh! Se kokën e një, se kokën e një. Qato e t'uva. Se kokën e një. Hape syt. Hape. Po vjen me vjellë, se më ka dhejnë gojnë, brota. Po vjen, futi gishtat vjen. Hape syt. Hape. Po të fus gishtat vjellë, bajse po. Ka murit. E mbaj unë. Unë nuk shoh mirë nga syta, që kam sytë e Është i djegu. dytë. I pash. I pash kush janë maskaret. Kush janë tradhtarët. Ja, ata dy atje, shikojni pak. Ata janë specializuar, janë trajnuar nga Mosadi. Se s'ka që shpjegohet, dhe mu sytë mi sollin vend, Baki Goxha që i trajnuar për të marrë me Mosadi. Se ja këtu jemi, në këtë fazë jemi. Altin ba shifit të letra Bëm të punë, thua. Besoj se po. Për shifit e sytë se kanë diligencë të shkrina të lëngun e asaj se a ishën gjitës. Po i hodhen lot. Në sy dhe ngoj. Dhe edhe dhakërja si thonë. Dhakërja si thonë. Majse po të dhe fshi qërit. Tu dhe mbaj pak të vën baki. Gjithë bota e di që ndodh këtu. Qatë ndodhi Altin? Më futë në sy, vlagë më verboj nuk shikë Vjedhje shafar. prone. Po të më djekin sot të dy të knash. Fëmijët me hormone. Ti ndruar seksi. Turki soti. Shunat me të zeza nga mbrapa mercenarët e oligarkëve dhe izraelitëve Hirni kapele. Ju kontrolli kanë hedhur lënglotësh Altinit dhe i djegin syt. policie, Milošević. Kontrollo nga gratë. Dhe në vetëm kura. Nuk i vetë dur, që fa në auto të vetë sy.
Ai, syt duan thjesht të pastrohen tani. Kaq kishin mundësi të bënin. A kupton se apo me idiot? Kaq mund të bënin. Për teknikat e Mosadit, që po janë, Baki Goca që është trejnuar për të marrë me djegin e syve nga Zagarët e Mosadit. Kaç idiot jenë? Kaç budalin? Ta kishin kërkuar s'do kishin bërë. Idiot! Kurse ju jeni mercenarët e tyre se do të kishte arrestuar. Sa ai nuk ka drejt apo shëtim. Ti ke të drejta, po se policia. Po ai nuk ka të drejtë. Po ti nuk ke vepron, se ti ke komandant i shërben atyre. Se ata i shërben atyre. Se kjo është qeveria shapat gojimve. Opozita e shapat gojimve, politika e shapat gojimve. Ju gjithë mercenarë me pushtu Shqipërinë. Po ne po luftojmë për tokën që kanë lënë atyre gjysëri. Dhe kishë shërbim. Me mjetet do me të sulmoni, na sulmoni ne që po mbrojmë tokën që kanë lënë gjysëri tuaj. Që fëmijët tuaj të kenë një copë tokë, që s'do ta kenë. Ju jeni në anën e gabuar të historisë. Ju jeni në anën e monstrave. Ata janë tradhtar të gjithë. Ata që janë në andej gardit janë të gjithë tradhtar. Të shitur për 5 lekë. Ati që rritë juve ishte mbjellë të duarë. O pika që zhubie. Me gru. Po. Emër Bakisi nga bashkoj prapë fati. Po. Nga mbi emri fillimisht tashin nga kauza. Ky është Baki Goca. Ky është trajnuar që të përballet me Mosadin dhe me torturuesit e Mosadit. Masoni Zotin më mishëm doqën syt. E kuptoni tash? Për heqjen e lëngut të syve nga. Ja. Pra lëngu i Mosadit erdhi këtu nga mercenarët e Mosadit atje, më hodh mua këtu, qelloi Bakiu këtu. Ke prasysh punë e Zotit, punë e Zotit. Ata janë punë e djallit, Zoti ja prish skenarët gjithmonë. Ja ku jam tash. Po shoh. Më djegi sot më djegi, punë e madhe. Janë vrarë tjerët para nesh, punë e madhe. Do na vrasin gjithë si palestinesët, si nga Gaza. Se ky teli këtu ndalohet me konventa ndërkombëtare. Shikoni pak këtë lloj e telit. Ky tel nuk lejohet, e lëmë rrethime private, jo. Ky përdoret vetëm baza ushtarake në rast se mbrojtje baza ushtarake. Ky lloj teli ndar me këtë lloj forme quhet vrasës dhe ndalohet me çdo konvent. Këta e kanë vënë pikërisht për të na kujtuar neve që kjo është Gaza e re. Sa kjo zonja më dish. Mos e provofshi. Nuk ta pret mja si që ndje. Nuk ta pret melja. Zarat e këtyre ishtë. Erion Velia me shoke ishtë. Zarat e këtyre. Shabat Gojt e këtyre. E ja ku jemi pra, vazhdojmë protestën, pavarësisht gazit special e lmues që përdorin zagarët e Izraelit ma ta mbrapa. Mercenarët e trajnuar nga zagarët e Mosadit mbrapa, që përdorin të njëjtat helme që përdorin edhe në Izrael. Këta janë me veshet zeza, këta du t'i shënoni si ftyra. Këta du t'i keni gjithë si pamit, ti dini kush janë. Këta janë gjithë Shabat Gojt. Po i përdorin si zara, do t'i përdorin sa të mbrojnë
Po si që kanë bërë gjithmonë. Japin kokën e tyre dhe pastaj do t'ju japi shkelmin. Absolutisht. Do ule do për kafe dhe do çajin anë dhe do thonë Po fëmijët e tyre do abuzohen seksualisht nga pedofilët e Izraelit, siç kanë bërë gjithmonë. Kjo dihet. Hormone për fëmijë, po ju bie Edi Rama. I ktheni vajzat në djem në vajza. Me këtë do martohen vajzat tuaja, me këta që kanë ardhur nga Afrika, nga Indonezia, nga nuk kanë ardhur. Do ndotë të ardhshëm mbredhi në përflor. Na largoj fëmijët, na largoj. Mos paf një ditë të bashkë kriminali. Jeni djemë të popullit, atë çfarë jeni? Ktheni ore kurisin. jo, ata janë përlushat e Edi Ramës, nuk besoj që janë djemë të popullit, janë shqiptarë. Mendoj që qeveria ka mbarë vjetor nazizojnë. Po, përshëndesim gjithë patronazistët Pa numër identifikimi. sepse luftën po e bujnë edhe për ju. Përshëndetje patronazista, lufta do bëhet edhe për fëmijët tuaj. Respekto zonjë, se vërtet, tu janë vitis nesh. Këta idiot që sot kujtuan se ishin peshkatarë dhe po kapnin peshq. Se kuptuan që ishin peshqit dhe ne ishin peshkatarët. Se gjithë Shqipëria pa teknikat e Izraelit. Se si funksionojnë, ushtarët e Izraelit si funksionojnë. Dhe hodhën një herë që Zoti që sjell Baki Goxha, këtu që ishte trajnuar, ta trajtonte si jemi Mossadit. E kuptoni që e ka bërë vetes tamë, i ka treguar shqiptarëve si është e vërteta. Nuk e fshehin dot, nuk është punë e Bubi Kaçurek dhe pelikanit Kaçurek. Është vendi jot që po ta zhdukim. Kjo është bazë. Kjo është kolonia e parë e Izraelit në Shqipëri, kuptoni. Nuk ka të bëjë me pelikanin e Bubi Kaçurek. Nuk ka të bëjë. Ai është vetëm momenti si Edorama ta trajtoj, bashkë me Çim Pekën. Mua më duhet ikin në spital, kam qa keq. Shise kanë goditur Klati Bello. Çfarë thua? Qarë thua, more? Jo! Po qasha për sytu, mos o zot. Ua! Po kjo a jeni jume, normal. Të keni bërë dhe në Palestinë, do e bëni dhe Shqipëri. Hajde vla. Ambulancë ka këtu. Është qarë në kokë tjetri. E kanë goditur në kokë. Po vjen ambulanca. E kush e njoftoi? Allah ta bëf Zoti vlla. Po vjen ambulanca. Ua. E, na ndihmoni pak me alkool nëse ka ndonjëri për dezinfektim. Po vjen ambulanca than këta. Pa makinën aty kush ditë jap. Po bra, po Sazani. E goditën. Po. Kush profesor? Ku është Sazani? Profesor, ke nevojë për ujë? E kalova, po kam hallën e këtij i kanë gjynë kokë, i kanë qarë kokën. Duhet të vejnë në urgjencë sepse në mikrokirurgji se ka nevojë për të qepur. Sazan duhet çomi Sazan. Merrni profesorin ngrihen, se unë ngrej do të jam Telefonim avokatin. Kur do t'i çoj? O Klajdi, ke qeleshen. E ke të gjakosur. Po shik qelesha Klajdi Gjakosur. Profesori me zorecën. Efekti i lëngjeve të çufave. Kujdes profesor. Në mikrokirurgji direkt. Kujdes profesor. Mbani profesorin. Me zor ngrihet profesori. Nuk gjitet dot aty, nuk gjitet dot aty. Ndihmoni profesorin.
Hidhini ujin kokë, hidhini ujin kokë. Pa kujt të qetësoj. Hidhini ujin kokë. Kemi dytë plagosur, kemi Klajdin në kokë, që i ka dalë gjak dhe ka duhet shkojë në spital urgjentisht që të qepet. Kemi edhe profesor Sazanin, që ka marrë goditje. Sazani është mbrapa duke sjell njerëzit, pa e mbajnë. Klajdi është para. Unë jam këtu me kamera, se e di që mund vi policia për të arrestuar. Kujdes. Ata dërguan një polis para, që unë pa e filmoj, i cili mund të ketë marrë dhe urdhën për të përcaktuar se kush do të arrestohet. Unë këtë kamerë tash e kam për të ruajtur nga arrestimi Klajdi Bellon dhe profesor Sazangurin, se kuptohet për vetes s'mandjen. Ja, ish polici që po jep porosit. Shikoni pa, ky që është përballë nesh, po jep porosit i tjetrit. Të dy e kthejnë kokën. E po tash po japni sinjalet. Po kalon avokati, thotë, kam numrin 06279 0968. Këta tash kanë marrë porosin për neve. Dhe neve s'na ndjen fare. Më solli zoti Baki Goxha, ishte trajnuar si të merresh me helmet e Izraelit në tortura ndaj qytetarëve, ma solli mua aty që më bëri gjithë trajtimin e dur. Më hodhi ujë, më pasoi që të mbaj sy të hapur, që kur të bi ujë, ma bëri këtë procedurë shumë me hapur, jo mbyllur kur të hedhësh. Ai ishte trajnuar pikërisht për të marrë me këtë lloj helmi nga ata plera. Janë helme që i kanë sjellë çifutit. Fiksojnë këta policët, të cilët kanë marrë urdhra për ne. Policia private me sprajt, Jo, s'është polici private, ata janë individ pas një shenjë dalluese. Jo, ata s'është as një shenjë dalluese, s'u lejohet. Prandaj thashë policia është bashkëpunëtore e kriminalëve, se duhet arrestonte ata që janë pa shenjë dalluese dhe përdorin gaze helmuese. Isha të vija 4 edhe nga sprajt. S'është drejt jo. Është me. S'është drejt jo. Nga multasë për të vite. Shtaj më ura ka gjithë të morë të vinë. Po pra, po ai vajti pikërisht për të hapur. Po të prisë ty, sa të cilësh profesor Sazani. Ja Klajdi, sa e nisi makinën. Plera. Mbaj që profesor Sazani sa të merret me makinën. Ai me kish kafe që të merret me makinën. E ka makinën apo? Jo, nuk do ta marrë Klajdi se ka të çar kokën. Në asnjë mënyrë Klajdin timon. Në asnjë mënyrë Klajdin timon. Vetëm
Klajti! O Klajti! Faleminderit tjerët. O do vishë pa tjetër Faleminderit për mbështetjen. Po çfarë duhet? Me ju. Faleminderit valla, faleminderit juve. Ne po shkojmë në spital për Klajtin që ka qarë kokën dhe rrjedh gjak, me profesor Zazangurin, që i ka bërë një efekt jashtëzakonshëm me helmin që i hodhën. Unë jam këtu me kamera për shkak të arrestimit të policisë pasi që pa
Nuk e di sa kohë ka qenë me mikrofon fiku për shkak shtypjes pa dashi. Ta kthej pak aty klajt. Dallosh e shef vetën, shikoni pak klajtin. Po Vlezër dhe motra, në thirrjet e mia, në thirrjet tona, kemi thënë që amanetin e të parve do ta mbrojmë me qak. Dhe unë e tregova i pari që jam gati të lëshoj gjakun tim, atë gjak që e trashkoj në vena në atë parët tanë për ta mbrojtur të coptok. Dhe atë që leshet lutem mos e laj, a shumë e gjatë ta mbash gjithmonë. Edhe si mesazh. Ju lutem, mos rini pasiv. Mos i shikoni, po shikoni në për telefon vëllezrit, motrat, niprit, fëmijët jashtë shtetit. Hajde të bëjmë të gjithë bashkë, t'i shporim ta hora, si majtas dhe djathas, që nuk erdi një media aty, që tregon më së miri që këta janë të gjithë bashkë, ta plera, që i kanë bler janë nënshtuar oligarkëve. Ata mund t'i nënshtrohen, po një popull i lirë, jo. Dhe dua ta mbyll me shprehjen e Ismail Qemal Bej Vlorës, që ka thënë: